Për vetëm 333 euro metri katror do jetë çmimi i shitjes së këtij objekti në zonën e Golemit me një distancë nga deti rreth 1000 metra, flasim për distancë toksore, jo ajrore, ajrore është diku tek 700-750 metra. Objekti përbëhet nga 4 kate mbi tokë dhe një kat nën tokë, pra për garazhe. 4 kate mbi tokë janë 16 apartamente, 4 apartamente në kat, ndër të cilat 12 apartamente janë 1+1 dhe 4 prej tyre janë 2+1. Objekti disponon 1500 metra sipërfaqe totale ndërtimi. Aktualisht është në proces legalizimi, por që do shitet me dokumentacion të rregullt hipotekor, ndërsa sipërfaqja e trullit disponon 830 metra në certifikat pronësie. Është në shitje për një vlerë prej 500.000 euro i diskutueshëm. Për gjithë ju që po kërkoni një objekt të tillë në zonën e Golemit për ta rikthyer në mini hotel ose për qëllime rindarje dhe rishitje më vonë, mos se humbisni këtë mundësi. Ju mirëpres.